Lavd falëndërimi është për Allahun fuqiplot, I cili është Zoti vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet I dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili është profeti I fundit mëshirë për mbar njerëzimin dhe gjithësinë. Këto lutje janë për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që me sinqeritet e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allahu na këshillon Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si takon atij, dhe mos vdisni ndryshe vetë se me iman." Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla shanuhu e ka dhënë një rregull në Kur'an ku ka thonë: a menduan ata, pra njerëzit, të thonë besuam e ne mos t'i vëmë në sprovë. Pra me e vu në sprovë, në test besimin e tyne. Po ashtu ka thonë ajetin tjetër: liyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allahu do t'i pastroj safat atyre që kanë besu nga ata që apo prej atyre të cilët janë thjesht jo besimtar apo pretendues. Me këtë çka dojmë me thonë, kjo botë nuk kalon pas sfida. Dy lloj sprovash janë jetë, sprovat e përgjithshme për secilin besimtar, e që janë ibadetet edhe largimin nga haramet. Edhe lloji I dytë I sprovave, sprovat individuale për secilin njeri. Çdo kush mundet mos provu me diçka që nuk sprovohet tjetri. Ama gjithë secili prej neve një lloj sprovës e kemi me vërtetu imanin ton ose pakënaqësinë ton me Allahun. Pra sprovat e përgjithshme, sprova për krejt njerëzimin me urujt nga shirku. Zguzon kërkush me thonë, po mu s'ka gale. Ja. Allah ka vendosë rregull. Sprovën për kretë njerëzimin 5 vakt namazin. Pse sprovë? Se du të më qumë 5 herë në ditë më falë. 5 herë në ditë miran sejtë Allahit. Gjdo ditë më qumë me falë sabajnë me marr avdes, verë, dimen, ftoft në zetë. A je lodhë të nditën, a s'ke lodhë, a ke punu, a s'ke punu, sprovë është. Agjerimi 30 ditë është sprovë për njerën të jetën. Zeqati, që e dë njeri shumë pasunim, sprovë është. Këto janë sprovat e përbashkëta, kreti kemi qëto. Edhe janë sprovat e veçanta gjithë se cili e ka një gajle, ose 2, ose 3, ose 10. Për çka? Që Allahu me testu gjithë se cilin me këqyr ku ashtë. Jo veç me pretendime. Jo veç me lafe. Prandaj Allahu xhaleshanu I ka testu edhe pejgambert. Ademin a.s. e ka testu. Kur e ka nxjerr nga xheneti, përmendën disa transmetime me vitet e tëra ka qa. Atër Allah I ka thonë, tash ka me të vunë sprovë. Kemi kryu ibadetet. Ndash, a pedon xhenetin që hupe. Tash kime kalu në për sprova, në për vështirësi. Nuhi a.s. 950 vjetë në sprovë. 950 vjetë njeriu prej 5 më të mirëve që kanë njoftë bota deri në kiamet. 5 më të mirëve. Para mendo, një presidenti një shtetit, botës del me një gazetare edhe ajo e provokon me një pyetje, qohet ai, s'mon me duru. Qohet prej Nuhi a.s. Ma I mirë se ky president edhe se kretë dujoja edhe se unë edhe se ti edhe kretë dujoja, një prej 5 më të mëdhajve të botës, 950 vjetë lloj sprove, lloj fjale, lloj njeri e ka duru. Për çka? Se Allah ka dhënë Kur'an, kam ju testu. Mi vunë kanar. Ibrahimi a.s. për me vërtetu imanin e vetë, I ardhë puna me ranë zjarë. Mu hunë në zjarë. Në sprovë. Ismaili a.s. me shtri kokën e vetë, qafën e vetë, mi u dërzu thikës. Allahu e qitin test. Vjen ka një moment jenë test shpatës. Qëto momentet janë që apo nalesh, as po nalesh. Apo thuaj se s'ka gale, vish ta kale që të kriz, masanina unë inshallah pendohëm. Jo, bashkë atu I thru vetit. Stop. Jusufi a.s. sa prej bunarit derit e mretnia atje, o pësua matë maja djali ri.
Të i vlu gjaki, unal preja moralitetit. Sprovë. Pse Allah ka dhënë ka me testu. Epshit thot, se cëllë ka një shetan që këtë hec kënina, s'ka gale, pse veç ti, këtë shok të tu janë të i banë që ato sane, pse veç ti. Me la që e thot kënina, ki frikë Allahun, që e të banë. është në luft, imani me kufrin, me mosbesimin, me dyshimet. Por, edhe në situatat më të vështira besimtarët thotë ju. Zekeria alayhi salam po i thënë del prej imanit, edhe i kanë hinë sharr. Ngreh kënena sharrën, ngreh anena. Apo del prej imanit, jo. Derisa të coptuan në dy pjesë. Jahja alayhi salam ja hekën kokën. Edhe lujshin e mshoshin me shkelm. Kokës ti pejgamberi. Ejubi alayhi salam me vitët të tëra e hupi me familje, me evlat, me pasuni, me çdo sen, sa edhe 2-3 shokë që e kishte më të mirë, thanë se na jemi të primje, dikush ka keqja. Thanë kjo e ka bën e gjunat e Zotit që e ka testu Zoti, ka veç të qia po i qënë. E gjujtën mbërloge të katumit. Pra mendo pejgamberin Allahut azza wa jall që deri dje ishte multimilioneri, multimiliarderi i qytetit, ju ipke sa muj ke njerëzve, i këshilloj ke njerëzit, përmi 20-30 fëmijë, me miliona, kretë vishin, hajshin, pishin të aj, i këshilloj ke, falke namazin me ta, dhe vjen puna, mos ka këne ismuje në gjitëse, qa me bo, e kanë gjujtë te, qa njona për grave ka shku pasaj me një, po thomu një najlan, një thes, për mi kry që aty pjalen pak, që aty po flenë? 7-18 vite. Kush po kalan aty pi gjujnë për logët edhe për pëshelin hunën. Subhanallah. Subhanallah. Veç po bënd të spi, po e përmend Allahun, po e mandën Zotin, po i thojnë, gruja, bëndo abre, le ta laguj Allahin. 70 vjetë të kam qenë mirësi. Po më janë marrë me bëndo Allah të zgjellë. Kur kalojnë 70 vjetë tjera, që të bani 140 një me një, na 70 qëtërë. Lutëm. Por kur ju lutë Allahu Gjelleshanuhu, o Allah, inni meseni u durë, më ka kap mu, vështirësi të lashet, wa anta arhamur rahimin, ti je maj mëshirshme të mëshirshme, që ka që. 2 fjalë, më ka kap vështirësit, jam në të lashet, ti je i gjithë mëshirshëm, mëshirplot. Yunusi alayhi salam barkun e balenës, sprovë. Çka bëllot? La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu min adh-dhalimin. O Allah, s'ka zot tjetër përveç teje, ti je i pastër. Unë jam atë që kum bo zullum, unë jam që kum bo padrejtësi, unë jam që kum bo gjuna. Isa alayhi salam kur umlodhen paria e fesadit, paria të keqës, pejgamberin e Zotit, a din kush Isa alayhi salam kush është? Ai që Allahu Gjeleshanu e lindi pa babë, ai që foli ndjep, ai prej pejgamberëve mama kinga, djali i ri, moshën më të mirë, i erdh Injili, paria në vend se me pranu nona vet, gjysht e vet, familja Imranit, part e vet, me emën e me zanë, krejt e dishin, paria me fesad, ju kish hy dreqi për mrena, e vedhnin samunin pasunin nga populli. Kur ardh ky pejgamber, thanë du të me bo diqka se ky na e prishi biznisin. Edhe u detyruan me bashkëpunu me armiqt, për me thonë se kjo në rrezik për shtetin e juj, që ku të bashkëpunën e jujte me armikun, kundër të mirës. Po, ka pasë në popullin tonë, që ka punu me armikun, edhe livdu dhe ka marrë parë, edhe pa pare kanë bo, shpionazhen e tjere. U detyru i shkreti me dalën për male me net, kur e shifshin kafshet e egra, e nderonin. Pejgamberin e Zotit, evlian, edhe kafshet e nderonin luani, e tigri, e ujkue,
Isën a.s. derisa e rrethun pasaj Allahu azza e ngriti në qiell. Definitive për mos më zgjat. Kjo rrugë nuk është pas prova. Të gjitha ibadetet përveç janë sevap janë edhe sprovë. Ama dije që kush i kalon notën e merr në fund. Kush si kalon ngel. Edhe kush mendon se haq se jeta është e gjatë, ma vonë dikur, edhe sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë më të vlefshmit ata të cilët e kanë pranuar Islamin në fillim. Muhaxhirët e parë kanë qenë prandaj sa më herët më mirë. A është vonë kur nuk është vonë. Po sa më herët gradat më të larta. Mesazhi i kësaj hutbe të dashur vëllezër, kush të kam besu, kush ka dalë në fytyrë tokës, ka më u testu. Ka me kalu në për rrugë të mira dhe të vështira. Kjo botë është test. Më të dashurit e vetë i ka sprovu Zoti, kush menon pse po falet, edhe mi pas punët gjithmonë në vi, po anën shpirtërore ka në vi. Se imani të forcon, imani të rahaton, imani Allah përmes tij shpërblen, ama s'do të thonë që s'ke me pas prova. Jo, pse unë po falem, hala s'un kum gjet nusën jani po më thotë. Jo të rre, nëse gjithë ditën nusës unë gjan, pa dal me lyp. Pse po falesh as më deshte në hyrim me zbrit për xhenetit, e gati e bone, veç me i dhëndër. Nëse jashtë temës ke kjo. Mirë e laksu ta trit. Prandaj jeta me sprova, s'do më thonë se të po falesh ti, a kupton edhe. Po do të më bëj sa në tjera, por me ditë që jeta është test. Andaj qëndroni, mos u dorëzoni, mos i lëni ibadetet, edhe dine që fundi është i amël veç për besimtarët. Allah në përmirësoft, Allah në falët, Allah në uzoft. O Allah falë në neve, fali prindrit tanë, fali të vdekurit tanë, shiraj ata, qojë selame, bëni onur varët e tyne, evladët pasarësit edhe akrabat tonë, uzajnë rrugën e drejtë, oj gjithë më shirë që më shirë plot. Amin, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.